Sokol Sadushi, kryetari i Gjykatës së Lartë, është kapur në flagrancë nga një denoncim i bërë në Top Channel në lidhje me protokollin e një mbledhje për zgjedhjen e anëtarit të Gjykatës Kushtetuese. Nga televizioni Top Channel, drejtori i tij Robert Rakipllari pretendohet se është falsifikuar procesverbali pasi nuk ka të dhënat e plota që përmban audio. Gjithashtu, Arjan Curri ka deklaruar se ka raste që falsifikohen procesverbale dhe sjellja e anëtarëve të Gjykatës së Lartë është skandaloze. Në fakt, Sokol Sadushi më shumë se sa kryetari i Gjykatës së Lartë është përfaqësuesi i Mero Bazës, gazetarit të oborrit të Erion Veliajt në Gjykatën e Lartë. Mero Baza është i qartë në atë që kërkon nga drejtësia në sulm ndaj atyre që nuk zbatojnë urdhrat politik dhe kërkon një drejtësi të kontrolluar, të kapur, si në rastin e Sokol Sadushit, që të falsifikohen procesverbale, të mos zbardhen tamam, siç janë realisht audiot, apo të ketë dhe vendime e qëndrime, sipas dëshirave që vijnë nga oborri i ish kryebashkiakut të Tiranës që ndodhet në burgun e Durrësit. Mero Baza për më tepër, kur ka shkruar për Gjykatën e Lartë, ka theksuar se ajo është një obor i Partisë Socialiste. Përfaqësuesit e saj janë aty, e kanë kapur atë gjykatë. Por në rastin e çështjes Veliaj, ku Erioni ngel në burg, pati diçka që Mero Bazës nuk i erdhi mirë. Pra kryeministri nuk i kishte urdhëruar dhe kishte mbajtur distancë higjienike Edi Rama ndaj anëtarëve të Gjykatës së Lartë, të cilët kishin çështjen Veliaj. Por Mero Baza nuk na foli për mikun e tij të ngushtë, Sokol Sadushin, i cili me sa duket tani ka rënë në rrjetën e gazetarëve dhe është kapur në flagrancë. Por Mero nuk flet në këtë rast, hesht sepse ai kërkon një drejtësi që të ketë Sokol Sadushin, që të bëjë si të dojë me procesverbalet. Kërkon një drejtësi ku anëtarët e Gjykatës së Lartë, të cilët ai pretendon se janë të majt apo përfaqësues të Partisë Socialiste, duhet të nxjerrin jashtë nga burgu çdo hajdut dhe të korruptuar, të dyshuar apo të arrestuar. Duhet të jenë një gjykatë politike e qartë, sepse populli i ka dhënë votën në shumicë Erion Veliajt, edhe pse ky është kapur në flagrancë me 13 akuza. Populli i ka dhënë votën Partisë Socialiste dhe anëtarët e Gjykatës së Lartë duhet të bëjnë siç thot partia. Të kemi gjyqje popullore, siç thot populli, siç mendon populli me shumicën e tij që voton masivisht. Në fakt, drejtësia është diçka tjetër. Nuk është ajo që ka në koncept Mero Baze për të vënë Sokol Sadushin e tij në krye të Gjykatës së Lartë dhe pastaj për ta përdorur atë për interesat e tij personale apo për interesat e Partisë Socialiste. Ka dhe e majta plot prokuror dhe gjyqtar me dinjitet, të cilët nuk u nënshtrohen urdhrave politik, por din të japin drejtësi, din të vlerësojnë faktet dhe provat. Edhe aty ku është e bardha, i thonë e bardh, dhe kur është e zezë, i thonë e zezë. Por, Mero nuk e do kështu. Mero e do që të ketë Sokol Sadushit e tij, sa në SPAK, sa në Gjykatë Lartë, sa në Gjykatën Kushtetuese, sa në gjykatet e tjera që të bëjnë nga ato qokat e tij, të shkojë të ndërhyj, të shtoj pasuritë si konsulent i famshëm mediatik, të bëj strategjitë për të intimiduar, shar, kërcënuar dhe mashtruar publikisht për njerëzit e drejtësisë, sepse nuk ka të njëjtin standard Mero Baze, siç ka me Sokol Sadushin, ta kishte me anëtarët e Gjykatës së Lartë që ishin tek hartimi i kodit penal. Nuk ka të njëjtin standard, siç ka me Sokol Sadushin, ta kishte me prokurorët e çështjes Veliaj, po tjetër standard për një çështje, tjetër standard për një çështje. E dashuron Arben Krajën sepse e çoi në pallat apo burgosi Sali Berishën, por sulmon Olc Dadon sa arrestoi Erion Veliajn. Në fakt, se ka arrestuar fare Olc Dado, janë dy prokuror, Dado dhe Dumani. Është i arrestuar me vendim gjykate, por gjithkohës Mero merret me Olcin, për të cilin ne e kemi kapur dhe në flagrancë duke mashtruar. Tani e ka braktisur dhe këtë prokuror, merret me ministrin e drejtësisë, duke e manipuluar ato që ka thënë mediatikisht Altin Dumani. Në vend që të thoshte se përgjegjësinë që s'ka kompjutere në burgje e ka një VKM, e ka zbatimi i ligjit që duhet ta bëjë kryeministri, duhet ta bëjë qeveria, hallin e ka me Ulsion. Pra Mero nuk ka problem drejtësinë, ai do Sokol Sadushit e tij. Nuk ka problem gjykatat që të jenë të vërteta. Nuk ka problem prokurorët që të jenë profesionistë. Jo, ai do që t'i ketë ushtar të tij dhe të partisë ku tani aderon si i jashtëm, pasi ka qenë një zagar në oborrin e Berishës dhe është kthyer një lango në oborrin e Edi Ramës.